billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, në vazhdon e trajtimit të ngjarjeve kuranore, javën e kaluar kemi folur rreth çlirimit të Mekës. Respektivisht kemi treguar rreth përshkrimit që Allahu subhanahu wa taala ja bën kësaj ngjarje përmes ajeteve të Kuranit, pastaj edhe duke asistuar me hadithe autentike nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që e sqarojnë edhe më tepër këtë ngjarje. Normalisht ngjarja si ngjarje ka qenë triumfi më i madh që e kanë përjetuar muslimanët nga të gjitha çlirimet tjera, nga të gjitha betejat që i kanë zhvilluar, për arsye se është rikthyer Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë si çlirimtar. Pas 20 e ca viteve angazhim, përpjekje, mundime, persekutime nga më të ndryshmet, ai arriti, ashtu siç edhe Allahu i premtoi, inna alladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad. Allahu i tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se ai i cili ta ka zbrit Kur'anin, gjithashtu ka me të kthyer në vendin tënd, pra në Mekë. Kjo profeci kuranore u realizua me lejen dhe mendimin e Allahut subhanahu wa taala. Sonte me lejen e Allahut do të flasim për mësimet më kryesore dhe më përmbajtësore që nxirren nga kjo ngjarje madhështore. Duke filluar nga ajo që konsideroj se është prej më të rëndësishmeve e që është se e vërteta çdo herë triumfon. Por është vetëm çështje kohe. Allahu në Kur'an thotë wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Thuaj o Muhammed se ka ardhur e vërteta dhe është shkatruar, është çrënjosur e kota. E s'ka dyshim se e kota çdo herë ka qenë e çrënjosur. Nga se e kota ndërtohet mbi pavlerësi, ndërtohet mbi kotësi. Prandaj nuk qëndron. E kota mund të dominojë për një periudhë caktuar për shkak të largimit të së vërtetës, për shkak të mos angazhimit të muslimanëve me të vërtetën. Allahu i sprovon. Dhe ne e dim që Allahu në Kur'an tregon se kurthi i djallit mallkuar është shumë i dobët. Inne kejde shejtani kana dhaifa. Padyshim se kurtha e shejtanit është e dobët. E si ndodh që shejtani me dominu? Si ndodh që e keqja me dominu në botë? Ndodh për shkak se të mirët, për shkak se barësit e të vërtetës largohen nga e vërteta. Prandaj dominon e keqja. Ata që duhet me promovu të mirën, e braktisin të mirën. Dhe këtu vjen në skenë pastaj e keqja. Sikur të mirët ta promovonin të mirën, qëndronin në këtë mirësi dhe të qëndronin stoikisht në vërtetësi, atëherë e keqja do të ishte përherë dobët. Sepse përballë të keqës është e mira hynore, është e mira Allahut subhanahu wa taala. Përballë të pavërtetës është e vërteta që Zoti e ka zgjedhur. Prandaj si arriti pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me çrënjos të pavërtetën, me praktikim të urdhrave të Zotit. Sa herë që na i praktikojmë urdhrat e Allahut, do të ngritemi, do të çlirohemi, edhe individualisht, edhe kolektivisht. Madje si ummet në tërësi. Sepse Allahu ka garantuar për një gjë të tillë, wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Ka ardhur e vërteta dhe është shkatruar, është çrënjosur e pavërteta, me të vërtetën e Allahut subhanahu wa taala. Diçka që nuk është paramenduar, nuk është imagjinuar që ka marrë dita në Mekë, kanë mu shkatruar gjithë idhujt. Edhe prej kuj? Prej dorës së Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Po t'ju thuaj kjo me kelive para shumë viteve, në fillimin e shpalljes, ata nuk do të besonin. Do ta përqeshnin Muhammed Mustafa alayhi sallam, sikur se kanë përqesh për shumë gjëra tjera. Por qëndrimi në të vërtetën, promovimi i të vërtetës bën që me ardh dita që ajo me dominu. Prandaj edhe erdhi dita që u shqirua Mekka, madje u shqirua në një mënyrë që Allahu i Madhërisëm e ruajti shenjtërinë e saj, e ruajti shenjtërinë e Mekës. Mënyra se si është organizuar pejgamberi Allahut, mënyra se si ka hyrë me mbi 10.000 sahabe nga gjitha anët e Mekës, nga gjitha këndet e Mekës, ka bërë që të mos ketë gjakderdhje të panevojshme. Vetëm ata kryeneqet, siç ishin
Ikrima ibn Abi Jahl, djali i Abu Jahlit Ikrimja, Safwan bin Umayya, djali i Umayjes, dhe disa të tjerë që me çdo kusht insistonin me luftu. Edhe luftuan pak me Khalid ibn Walid dhe ai rahatoi më njëherë. Pra ishin vetëm 12 persona që u vranë prej jo besimtarëve, 2 persona që u vranë prej besimtarëve. Në një betejë që pritej dhe do duhet kishte vrasje të mëdha, gjakderdhje të madhe. Por bartësi i vërtetës është largpamës. Prandaj pejgamberi Allahut i ka dhënë përparësi ruajtjes së jetëve të njerëzve dhe jo gjakderdhjes. Për këtë arsye besimtarët e Allahut në kohën tonë aktuale që jetojmë, pothuajse është krijuar një përshtypje që e keqja çdo herë ka me fitu, e keqja çdo herë ka me dominu. Ky është mendimi më i keq që mundet me pas dikush për Allahun subhanahu wa taala. Ky është mendimi më i keq që mundet me ekzistuar në zemrën dhe në mendjen e një besimtari. Sepse i bie që e vërteta me cilën na pas ka mësuar Allahu nuk qenë ka e vërteta reale. I bie që e vërteta cilën e promovon Kurani nuk qenë ka zgjidhja e kërkuar. Por problemi nuk është tek Kurani, as tek Suneti, problemi është tek bartësit e Kuranit dhe të Sunetit. Problemi është tek zemrat tona, nuk mund të shtirohen në vendet islame pa u shtiruar zemrat tona. Merrni. Analizone jetëshkrimin e Muhammed Mustafas a.s. Analizone jetëshkrimin e sahabëve të nderuar. Për sa vite Allahu ja ka ndalu luftën atyne. Vite kanë kalu, edhe Allahu nuk ja ka leju xhihadin, nuk ja ka leju luftën. Ju ka thonë bëni durim. Ama po na rrafin, durim. Po na maltretojnë, durim. Durim dhe vetëm durim. Pse ka ndodhur kjo? As ka qenë padrejtësi ndaj tyre? As kanë mujt më organizu sahabët Mekë në fillim edhe me bën një lloj revolucioni në Mekë? Kanë mujt me bë. Po Allah e ka ditë që Allah zemrat si kanë gati. Hala si janë shiru pe mëkateve të brendshme. Hala nuk e meritojnë këta me dalë me luftu në emër të Allahut. Hala nuk mujnë këta me realizu atë që është premtuar pe Allahut. E Allahu nuk i ngut rezultatet. Allah nuk vepron në bazë të emocioneve tona, por në bazë të urtësisë së tij absolute. Për këtë arsye, Allah fillimisht ka dashur që sahabët me u pastru, me u filtru nga brenda, me u çliru, me u vetë çliru, njerë me përjetu çlirimin personal, e që kjo xhihadi më i madh. Prandaj pejgamberi ka thonë, a dini kush është xhihadi më i madh? Sahabët kanë menduar që është me dalë me luftu me armikun. Ka thonë xhihadi më i madh është xhihadi ndaj vetvetes, ndaj epshit tonë. Kur ty të ofrohet diçka që është haram, edhe ti e din që është haram, edhe joshesh, edhe ndoshta ke nevojë për të, po ti thuaj ja Allah, se tratoj Allahun për diçka të kësaj bote. Nuk e tratoj. Vjen një ofertë imorale, vjen një vajzë e bukur, dëshiron me ty me pas kontakte jo legjitime, ti në atë moment sprovohesh. E ta shqytuja dëshmon Allahut, sa me të vërtet ti je besimtar i sinqert. Vjen mundësia me marrë pasurinë haram, se pranon. Vjen mundësia me u rraf me dikën, me marrë një hak të kalum, ndoshta në shkollë fillore apo në shkollë të mesme, dikush ka bën ai zullum, edhe ti thua, tash më ka dhënë rastin e mira këtij, edhe me marr hak. Në atë moment ti e kujton Allahun subhanahu wa taala. Ai ti thua, jo, se un jam më i ngritur se sa ajo çfarë po më thot epshi mua. Prandaj pejgamberi Allahut ka thonë, alayhi salatu wassalam, nuk ka besuar vërtet askush prej jush derisa epshi i tij të përputhet plotësisht me shpalljen time. Pra na do të me eduku epshet tona konform mesazheve, mësimeve kuranore dhe atyre pejgamberike. Nëse me të vërtet dëshirojmë nesër me ushiru ummeti prej kësaj katrahure, nëse dëshirojmë na ummetin me ushiru prej kësaj katastrofe të madhe, prej kësaj plagështie të madhe që ka kaplu ummetin, do të më nis prej vetës. Bota fillon të ndryshojë nga ne. Bota ndryshon atë ku ndryshojmë na. Allah thot, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e vetëve tyre. Ma bi anfusihim, shumë e thellë kjo. Atë që kanë vetvete, atë që është mbrendit tona. Sa sinqerisht e duam Allahun, sa sinqerisht e adhurojmë Allahun, sa sinqerisht e kërkojmë fitoren, e kërkojmë dominancën, e kërkojmë zgjidhjen, e kërkojmë çlirimin. A mendon ju se ka mundësi dikush me çliru ummetin sot, derisa s'ka mundësi veten me çliru pe disa haramave të thjeshta, disa haramave shumë të vogla? Ai që s'ka mundësi me ul shikimin përballë haramit në telefon, kompjuter, në tablet apo ku e di se çka, mendoni se ky ka me çliru ummetin nesër? E gjuna nuk çlirohet ummeti. Prandaj pse jemi këtë gjendje, o hoxh, pse jemi këtë gjendje?
Pyete veten, vallahi përgjigjen e ke te vetja. Aty e ke përgjigjen. Allah ka treguar në Kur'an. Ka thënë subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Nëse e ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmon juve. Si me ndihmu Allahun? Me ndihmu fenë e Allahut. Me devotshmëri, feja e Allahut ndihmohet me devotshmëri, me pastërti, me qiltërsi. Pastaj Allahu shikoni se çfarë garanton. O in udtum udna, i ktheheni Allahut, Allahu ju kthehet juve me fitore. I ktheheni Allahut me devotshmëri, me përmbushje të asaj që kërkohet për nesh nga ana e tij, Allahu ju kthehet juve me fitore, me autoritet, me fuqi. Po të mos ndodhte kjo në histori islame, do të duke i pabesueshme për neve sot. Por ja që Allahu na ka treguar që një gjë e tillë realizohet përmes gjeneratës së artë. Gjeneratës së sahabëve të nderuar. Gjenerata e atyre që kanë qenë njerëz sikur se ne. Sahabët, unë gjithmonë e kam thënë, nuk kanë qenë njerëz toksor. As nuk kanë qenë angjëllor. Kanë qenë njerëzor. Po çka i ka dalluar ata prej nesh sot? Sinqeriteti. Ata çdo ditë janë mundu me shiru veten pe gjunave, pe mëkate, pe prangave të mëkatimit. Çdo ditë kanë punu me veten. Ata çdo sekond tjetër se kanë shfryzuar çysh mi dal Allahut nesër më mirë përpara. Sa më i formum, sa më i edukum, sa më i ngritur tek Allahu, jo tek njerëzit, tek Allahu, sa më i lavdrum tek Allahu, sa më i pasur tek Allahu, sa më i fuqishëm tek Allahu. Kjo ka qenë brenga e sahabëve. Prandaj kur kanë shkuar te disa sahabë dhe i ka fol dikush keq për dikant, cila ka qenë përgjigje atyne, sikur se ka ndodhur me Abdullah ibn Mesudin, kanë ardhur kanë fol keq për filanin, na i hapim vesh katër i bëjmë, me ngut diçka, me marr vesh. Filani çfarë pas ka bën, fal gjunohu, çfarë gabimi. Runa Zot dikush edhe mundet më gëzu kur dikush gabon. E me përqesh, e me përgoju. Abdullah ibn Mesudi ja ka ndërprej fjalën, ka thënë nalo se hiç po më intereson. Qa që kam probleme të mija me vetën, qa që kam probleme me Abdullahun vetë, sa që s'kom u marrë me problemet e tjera. Kjo është qasja e të devotshmëve. Për mësimeve të radhës është ajo se madhështia e faljes edhe triumfi i karakterit janë prej cilësive më të larta të një besimtari. Këtë e ka konfirmuar edhe vetë pejgamberi Allahut në fuqinë e tij maksimale. Momenti kur ka hyrë në Mekë si qëllimtar, unë i kom të regu javën e kalume se si ka hy. Ka hy si njeriu ma modest që ka ekzistu. Ka hy kokë ullur, aq sa për pak sa nuk e ka prek qafën e kafshës vetë, që e ka transportu. Prej përullësis ndaj Allahut subhanahu wa taala, prej modestis, ndonë se ka hy me fuqi maksimale. Qëllimtar, i pa shembull, i pa krahasueshëm. Nuk ka hy si mburravec, si mendje madh, por ka hy si modest, sepse e ka ditë që fitoria është vetëm pe Allahut. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Nuk vije fitoria, çlirimi, ngritja vetëm se prej Allahut të urtit absolut dhe të plotfuqishmit, xhelle xhelal. Tash do të më pas përputhje pejgamberin mes fjalës së Allahut dhe mes praktikës së tij personale. S'ka mundësi me eduku ajetet Kuranit që na mësojnë se fitoria vjen prej Allahut e me hy si një mburravec që paraqitet si fitimtar prej mundësisë dhe aftësisë ti personale, s'ka mundësi me ndodhë kjo. Pra ka përputhjet plot mes fjalës së Allahut në Kur'an dhe mes brendisë së tij si pejgamberi Allahut alayhis salam. Prandaj kur e kanë pyet Aishën radhiyallahu anha i kanë thonë si ka qenë morali i pejgamberit Zotit, ka thonë kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë Kurani. Nëse dikush ka dashur me pa një Kur'an praktik prej asaj që është teorik, ka qenë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij të përditshme. Prandaj kur ka hyrë, çka ju ka thonë kur i ka mbledh këtë burra e gra, e tash këtë kanë prit disa të friksuar të merrum. Çka ka me ju bë tash? Ka për atyre që i kanë vrarë familjar, ka për atyre që ja kanë konfiskuar pasurinë padrejtisht, ka për atyre që i kanë bërë atentat, kanë dashur me vrarë disa herë, ka për atyre që kanë kontribuar në helmimin e tij, ka për atyre që e kanë akuzuar, e kanë shpif në nderin e tij, e kanë shpif në gruan e tij, në nderin e familjes tij. Krejt zezat e dynjas që mundet mi mendu dikush, ata janë mundu mi abo Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju ka thonë, o milet, çka po mendoni ju tash që unë kam e bë me juve? Çka po merr mendja? Akhun Karim wa ibn akhin Karim, e kanë ditë vallahi se kush është Muhammed Mustafa alaihi wasallam. Ka thonë, para vetes se kemi një vëlla fisnik që është i biri i një vllaut fisnik.
Ka thonë, idhhebu fe entumut tulaka. Shkoni se keti një të falë. I ka falë që ata që ja kanë vra familjen. E ka falë Hindin që ka pagu njeri me vra Hamzën, agjen e vetë. Edhe ja ka hongër mëlqin për zgjallin, shenjë hakmarje. E ka falë edhe Hindin. I ka falë që ata që e kanë përgjak në Uhud, që ja kanë qa balin, e kanë thy dhëmët. I ka falë edhe që ata që e kanë sulmun Taif, e kanë përgjak. Pe gjakut ftyrës janë mbulu komt. Pe gjakut madhë që është derë. Kreti ka falë. E aji që falë në kulminacionin e suksesit, kjo është njeriu më i fuqishëm që ekziston. Prandaj nuk ka njeri më të fuqishëm se sa Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah në Kur'an çfarë thot? Fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. Fali ata edhe ka përcej gabimet e tyre. Allahu i do bamirësit. Pra fuqia e besimtarit nuk është aftësia për me thy dikon. Fuqia e besimtarit nuk qëndron në hakmarrje. Fuqia e besimtarit qëndron në falje. Fuqia dhe aftësia për me fal, kur mush me dëmtu, është niveli më i lartë që ti mund është mja dëshmu Allahut fillimisht se çfarë njeri i ngritur je dhe pastaj edhe njerëzve që jetojnë me ty. Kjo ndihmon njeriu me me te kalu hakmarrje, edhe ja edukon egon me edukimin më të lartë që mund të përjetohet. Prandaj të falim sa më shumë që të falemi sa më shumë. Nëse dëshirojmë falje për Allahut, do të më falë sa më shumë. Nëse dëshirojmë mëshirë për Allahut, do të më mëshiru sa më shumë. Ata që sillen me padrejsi ndaj nesh, do të më i falë. Do të më kërku hakun, do të më kërku drejtësinë, nuk ban me shkel veten, por do të më i falë, do të më te kalu. Me falë sa më shumë për familjarëve tanë. Ai që s'ka mundësi me falë një familjar, ai njeri ka zemër të smur. Ai që s'ka mundësi me falë një vlla, një bab, një nan, një teze, një hall, një aq, e ku e di se kush tjetër, ai ka probleme me imanin, ai ka probleme me vetveten. Ka probleme serioze. E nëse dëshirojmë me qenë pe pasuesve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e ai ka qenë në gjendje me i fal krejt që ta që kanë bërë zezat e dynjas. Anas jemi në gjendje me i fal për disa gjëra që shpeshherë janë banale. Zihen vëlla me vëlla për gjëra banale. Janë keq kuptu gratë, s'flasin vllaznit. Ka më banale se sa kjo. E zakonisht përçarjet mes nesh janë vetëm llafe grash. Janë llafe njerëzish, s'ka diçka reale. Më tha, ai ku nipi ti, ai tha kështu, ky tha, kur gjë s'ka konkrete. Nashta një fjalë është thonë, nashta nuk kushton me çat qëllim, 100 tjera janë shtu asaj. Edhe ky e merr për të mirëqenie, i beson asaj. Krejt që ato që e kanë ndërtu për gjatë shumë viteve, me ato kujtime fëminore, e me ato sakrifica familjare që ka mujt me i bë me vlla, e me aq, e me hall, e me teze, e me krejt familjarët e tij, i qënë për një fjalë goje, ose për një padrejtësi momentale. Edhe nëse ka bë me padrejtësi, nëse ka bë padrejtësi. Pse na s'kemi bë padrejtësi gjatë jetës? Çka nëse na ja kemi kalu dikujt me padrejtësi tona që ka mundësi i kemi harru, po ka mundësi edhe si kemi harru. Do i dime, do si dime. Çdo do të më u kthy bazës. Baza është, nëse doni më u fal, do të më fal. Nëse doni më u mëshiru Allahu, do të më mëshiru. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Falni edhe te i kaloni. A nuk dëshironi që Allahu ju më fal? Ky ajet a dini kur ka zbrit? Ka zbrit që atëherë kur është shpif për nderin e Aishës radhiyallahu anha prej munafikëve. E kur Abu Bekri ja ka nal Mistahut, djalit tezës vet, ja ka nal krejt ato ndihma që ja ka dhënë për çdo muaj, se e ka marrë, se Mistahu ka qenë jetim, e ka rritë Abu Bekri. E fatkeqësisht Mistahu ka ra prej kësaj fitnes edhe është bashkangjit me munafik në të folur, jo në zemër, po ka fol për Aishën. Abu Bekri kur ka marrë vesh, është me rrugë, çu shbredhe Mistahu ka fol për vajzën time, për Aishën, për nderin e saj. Tu e ditë që kush jemi na. Edhe ka thonë, s'kam i dhënë mua. Allah e ka zbrit ajetin kuranor që ata që kanë vlerë, ata janë ngritur tek Allah dhe ata te i kalojnë, edhe ka thonë fa'fu wasfahu, falni edhe te i kaloni, arsyetoni, ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, a nuk doni që Allahu ju më fal? Ka thonë wallahi, kam e vazhdu me ndihmu edhe më shumë se sa që i kam ndihmu për këtij momenti. Pra e kanë te i kalu veten, e kanë te i kalu inatin personal, e kanë te i kalu interesin personal, për arsye se për ata nuk ka pas diçka më me rëndësi se sa kënaqësia e Allahut. Ai që përballë vetes
synim kryesore ka arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Wallahi edhe padrejtësitë më të mëdha në botë, m'ia bë dikush, ai ka me qenë gjendje me fal. Edhe me ju servu mirësitë e krejt botës, me ajosh interesin personal. Ai ka me te i kalu këtë interes, s'ka me ra prej, vetëm e vetëm mos me hidhru Allahun subhanahu wa taala. Mos me u kënaqësinë Allahut. Se kush mund me shpërblyj më shumë se Allahu? Këtë që dynja me këtë bukurit që i ka, kush e ka kriju? Allahu. Një dynja e thjesht, para mendoni që ka kriju në xhenet. E tash, a jipet e pa kufizuara për të kufizuar? A jipet e përhershme për të përkohshmën? Absolutisht nuk jipet. Nuk ban mukorit me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj duhet me fal sa më shumë që kemi mundësi, në mënyrë që Allahu më na fal neve në ditën kur do të jemi në vështirësi. Parulësia në momentin e triumfit, modestia. Ajo që ne kemi nevojë shumë kemi nevojë me kultivu virtytin e modestisë dhe thjeshtësisë në zemra, në shpirtra. Allahu subhanahu wa taala përmes kësaj që ka ndodhur në Mekë, përmes mënyrës se si e ka shiru Mekën Muhammed Mustafa s.a.s. Përmes mënyrës se si ka hyrë si çlirimtar dhe si triumfues, neve dëshirojmë na tregu se s'ka vlerë më të madhe, më të lartë se sa modestia dhe thjeshtësia. Dhe realisht ngritja e secilit për ne qëndron në thellësinë e modestisë sonë dhe thjeshtësisë sonë. Sa më modest para Allahut, aq më të ngritur do të jemi. Argument për këtë kemi fjalën e Muhammed Mustafa s.a.s. Men tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Kush tregohet modest përballë Allahut, Allahu do ta ngritë atë. Pa më tregoni mua, a ka njeri më të ngritur se sa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka, s'ka me pas. Nuk ka sekond brenda 24 orësh që si përmendet emri. Nuk ka sekond që s'quhet salavat për ta. Allahu kështu e ka kriju dynjan dhe kohën e dynjas. Edhe mos me pas gjatë gjithë kësaj kohe asnjë sekond vetëm ku s'përmendet Allahu dhe ku s'përmendet Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thonë wa rafa'na laka dhikrak. Na ta kemi ngrit namin ty o Muhammed. Na të kemi ngrit ty. E pse e ka ngrit Allahu? Për arsye se ka qenë njeriu më modest përballë Allahut. Lideri i pa shembull. Edhe jo muslimanët e pranojnë, madje e shkruajnë libra se njeriu më me ndikim në botë, njeriu më i fuqishëm në botë ka qenë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë fuqie? Me fuqi ushtarake? Jo. Me fuqi materiale? Absolutisht jo. Me fuqi shpirtërore dhe morale. Ai ka arrit me dominu botën me akhlaq, me moral, me thjeshtësi, me modesti. Cili lider në botë shkon edhe e ngushëllon një fëmijë që i ka ngordhë zogu në fuqinë e tij më të madhe. Kur i ka ngordhë zogu Omerit, aksidentalisht e ka shtyp, edhe i ka ngordhë zogu. Ka dëgju pejgamberi Allahut, ka thonë hajde do të më shku më zbut zemrën. Me shku një fëmijë më zbut zemrën, më lën këtë ato punë që i ka pas. Këtë ato angazhime më lën, edhe më shku më zbut zemrën. Më ashnosh kryt që shtojnë ana, një fëmijë. Çfarë ka bëu pejgamberi Allahut? Që kjo është lider. Kjo është maja e modestisë, kulminacioni i modestisë. Ka shku edhe i ka thonë ja Omer, ma fa'alin nugir. O Omer, çka i ndodhi me zogut? Edhe e ka këshilluar, e ka zbut zemrën. Pejgamberi Allahut se është mërzit Omeri. Fëmijë, po ka ndjenja. Këtë ka bëu Ali sallallahu alaihi wasallam. Edhe realisht Muhammed Mustafa e ka praktikuar dhe e ka zbatuar ato që Allah thot në Kur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha." Pa më parasysh kush je, çfarë ke. A je njeriu më i fuqishëm, a je njeriu më i pasur. La tamshi fil ardi maraha, mos ec në tokë buravec. Ose ço kryt. E që sa bukur Allah thot, "Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula." As mësh me arrit thellësinë e tokës, e as lartësinë e qiellit. Mos harro se çfarë krijesë do ti, që mësh mi pas para të dynjos. Mësh me pas autoritetin më të madh që ekziston. Ama thellësitë e tokës a mësh mi arrit? Kur e rropasi shkon në tokë, s'mush. E lartësitë e qiellit a mësh mi arrit? Për që ke bë para dhe ke bë autoritet, s'mush. Absolutisht. Andaj Allah thot, hec me kom tokë. Mos i jep zor. La tamshi fil ardi maraha. E këtë ka bë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse parulësia, thjeshtësia dhe modestia është shenjë njeriu që i njeh limitet e tij, i din limitet, ja din hallin vetit, e din që çdo gjë ka pe Allahut, e din që asgjë s'ka për vetvetes.
Ama shumë i aftë, po prej ku e ke atë aftësi? Ama shumë i pasur, prej ku e ke atë pasuri? Shumë i bukur, prej ku e ke atë bukuri? Vetëm ktheu në origjinë. Vetëm në origjinës ktheu edhe e kupton. I ke prej Allahut. Prandaj s'ka asnjë arsye dhe nevojë me un burr e me qenë mendje madh sepse asgjë s'kemi për vetvetes. Ama filani i biznesmen shumë i suksesshëm. Këtë në rregull, shumë i aftë. Përgëzime për ta. Allahu ja shtoft aftësinë. Po kush ja dha mendjen, kush ja dha imagjinatën, kush ja dha kreativitetin atij, kush ja hapi rrugën, vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mos kërko duar trokitje për veprat tua. Duar trokitjet e njerëzve nuk të çojnë në xhenet. Mos u shqetëso për sharrit dhe ofendimet e të tjerëve ndaj teje, sepse sharrit e tyre nuk çojnë në xhenet. Mos i njeri që poston çdo bamirësi që bën. Le diçka mes teje dhe Allahut. Kjo është një sprovë shumë e madhe sot. Fatkeqësisht kam frikë se nuk është të na mbet diçka mes nesh dhe Allahut subhanahu wa taala. Filani ndër xhamia e filanit. Wallahi, është rrezik që kur gjas të kamet për pos lodhës që e ke bë. Nuk është fjala ime kjo. Është fjala e të parëve të këtij ummeti. Ka thonë ai që e ndresh një xhami, edhe në fund ja le emrin e vet asaj xhamie. Thot le ta di se nuk ka marrë me vete kur gja për pos lodhës që e ka bë. Ata që bëjnë për Allah, këshyrin tjetër ku më është shkruar emri. Atje nalt te Allah subhanahu wa taala. Jo në këtë dynjë. Bile turpënohen me marrë vesh dikush që pe din. O burra, a dini që sahabët janë fshehë për i grave, do vepra mos m'ia u bë kërkush e mos m'ia u dit kërkush. A e dini çto? A e dini që janë çunatën mu fal pa e marrë vesh kërkush? A e dini që kanë çajt fshehur azi për Allah? Kanë ndër lot për Allah. Ju ka lag jastëku. E grusi ka thonë jem bjersit. Nuk ka dash ato lot m'ia marrë vesh gruaja që i ka bo për Allah. Sa e ka ditë që ata sy që lutojnë për Allah nuk i ka plënë zjarri i xhenemit. Momentin që i kishtë tonë gruas, vallahi çajta për Allah, s'ka, ma ata sy marrin tjetër kaje. Ama gruaja jote bre? Po Allah i vlerëson zemrat. Se pe këtu dalin gjanë. Sot, o bë një bamirësi thjesht e bën. Krej dynjaja përmes Facebookut, Instagramit e merresh. La hawla wala quwwata illa billah. Të lajmë diçka për Allah, o burra. Të lajmë diçka për Allah. Ajo që është mes nesh dhe mes Allahut, për atë do të shpresojmë nesër fryte, edhe dobi. Mos e humb porosinë kur të lartësojnë. Njerëzit mund me të lavdru, mund me thurë lozhe, këtë në rregull, mos u ndiko. Kështu i kanë ndodhur edhe Abubekrit. E Abubekri ka merituar çdo lavdat. Krejt çka e kanë lavdru sahab, me fjalë më të mira të mundshme, ai ka pas hak ato. Se e ka lavdru vet Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Ama e ka thonë një fjalë që ju këshilloj ta përdorni çdo herë. Kur e kanë lavdru para masës, ka thonë Allahumma ighfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. O Allah, falmi çato që këta s'mi din, e më bën shumë më të mirë se sa këta mendojnë që jam. Sa i thellë ka qenë devotshmëria e Abubekri radhiyallahu anhu. Nuk është ndikuar për fjalëve të njerëzve. Prandaj mos u mërzitni nëse dikush mos u mburrni nëse dikush ju lavdron, e mos u mërzitni nëse dikush ju shan. Je ti dhe Allah, brendia jote dhe e ardhme që të pret. Në punë, në xhami, në shoqëri, mësoje veten me rujt qetësinë, sidomos kur të lavdrohesh. Punon diçka, vjen dikush thot diçka, të lavdron, mashallah, sa punëtor, ai lumi ti, halal zade ti. Et lumshin dur, vetëm kujtoj Allah. Vetëm Allahun kujtoj. Kujtohet rasti i Sheikh Sha'rabit, një prej dietarëve bashkohor të Egjiptit, mufesir i madh, komentues i madh i Kuranit. Edhe e kanë thirrë në Amerikë me marrë një tribun. Kur ka marrë me hy për me dalë mbi atje, kur i ka pa gjithë ata njerëz, me mira njerëz, në moment tha e kom vendos, i kom lyp ku është, më falni shprehje, ku është toaleti. Më kanë thonë, ja atje është. Kom shku atje, edhe kom marrë gjokerin, fshinsën, edhe kom fillu me i pastru banjët. Në moment tha munduk, kur i pash dhe ata njerës, mu duk se më hyni vetë janë qef. Mu duk se më hyni vetë janë qef. Thash me njerës me marë masa, zba mi alon shejtanit këtë mundësi me lujt me mu se këtë që e më shkën dëmë, këtë më shkën huq. Kilometrajën që e këmë ba, mundin që kam e thonë, fjallë që kam i thonë, ajetet e hadithet që kam e i përmen.
Edhe shkova, edukova epshin tem, nefsin tem, me i thonë që qëtë, ti kur gjo si je, kërkushi si je, ti e një pastrus, beturinash. Kaq. Pra, kaq hol, ulemaja, dhe njëzët e devotshëm, i kanë eduku brendit e tyne. Pra, muslimani i sotëm ka nevoj për ullësi, për modesti, si kurse ka nevoj për oksigen. Sepse epoka jonë është epok e vetë promovimit. Fatkeqësisht, na sot jetojmë në epokën e vetë promovimit. Prandaj, nevoja për me qenë modest, për me kultivu modestin, thjeshtësin, për ullësin para Allahut, është si kurse nevoja për oksigen. Qërimi i Mekës në mëson edhe atë se paqja është vlerë e shenjtë. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndaloi çdo hakmarrje. Kur erdhi në Mekë, i tregum javën e kalume, edhe për gjanave që ju tha, është ajo se krejt ato që i kini pas mes vete, janë nën shputat e këmbëve të mia sot. Krejt zënkat mes jush, telashet mes jush, konfliktet mes jush, prej sot nuk vlen mo. Hapet një kapitull i ri. Andaj s'du marr dikush dhe më thonë filoni ma ka bo kështu e fisteku ma ka bo kështu. Ato janë nën këmbët e mia prej sot. I kam shkel mo ato. Por pos haqeve që meritojnë gjykim. Ato janë çështje tjetër. Ato i përkasin drejtësisë. E Muhammed Mustafaja e mban drejtësi. Prandaj tha men dakhala dara Abi Sufjan fa huwa amin. Kush hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit, mbrohet aty, është i sigurt. Nuk do të vritet. Wa man dakhala fi baytihi wa aghlaqa babahu fa huwa amin. Kush futen në shtëpinë e tij dhe mbyll derën e tij, nuk del, është i sigurt. Wa man dakhala masjid al-haram fa huwa amin. Kush hyn, kush strehohet në Qabe, në oborrin e Qabës, është i sigurt. Krejt që to pse i ka bo pejgamberi Allahut? Pse i ka dhonë çto siguri? Pse i ka dhonë përparësi paqes para luftës. Nuk ka dash me derë gjak njerëzish ai. Ai ka derë gjak njerëz veç kur është detyru, kur janë shkel shenjtëritë e Allahut subhanahu wa taala. Shikoni çfarë lideri i madh ka qenë pejgamberi Allahut. Dhe kështu do të jenë gjithë muslimanët. Pra, në rastet ku neve na jepet mundësia mi dhon përparësi paqes apo luftës, muslimani jep përparësi paqes. Gjakderjes apo ruajtjes së jetëve të njerëzve, ruajtjes së jetëve të njerëzve. Zaten krejt feja ka ardhur për mi përmbush 5 objektiva kryesore. E para për tyre është ruajtja e jetës së njerëzve. Gjithashtu, Allahu në Kur'an thotë: "Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah." Mos e vrisni një shpirt, një njeri që Allah e ka bërë haram me vrata. Pra kërkuj nuk i lejohet me marr ligjin në dorë. Ama filani më ka bërë kështu, më ka bërë ashtu, dhe me dalë dhe me vra, me marr hak, sikurse ka qenë traditë e keqe tek ne, fatkeqësisht. Pse? Kur Islami nuk ja lejon me marr ligjin në dorë individit apo grupacionit, sepse shkaktohet kaos në shoqëni. Çka u morr vesh tash? Kur çdo kush, çdo i dyti, i treti del edhe e vret atje një sihirbaz, këtu e vret një hajn, atje e vret një vrasës, këtu legjitimohet krimi pastaj. Ata që du të më marrë me këto janë organet kompetente. Gjykatat, prokurorit, policia, ushtria janë organet gjegjëse që merren me trajtimin e këtyre gjërave. Pra paqja nuk është dobësi. Paqja është strategjia më e fortë për me i shëru plagët sociale, plagët shoqërore. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e shëroi Mekën me paqe. Nuk e dogji atë me luftë. E shëroi me paqe. Problemet sociale në Mekë i zgjidhi me siguri dhe me paqe. Mos u bëj shkak i përçarjes në xhami. Mos u bëj shkak i përçarjeve mes njerëzve. Mos u bëj shkak i përçarjes në familje. Mos ndes tensione ndër grupe islame, ndër xhamate. Mos ndes tensione. Mos ju përgjigj provokimeve me provokim. Mos ju përgjigj. Njerëzit provokojnë. Gojët e njerëzve nuk ndalen. Smurët në zemra do ta shfaqin smundjen e tyre, do të merren me ty. Disa njerëz gjitha mund t'i falin përpos suksesit, përpos arritjeve tua, përpos devotshmërisë sate, përpos shëmbëtyrës që ti shpërfaqin shoqëni e paraqitësh në familje. Andaj mos bjerë prej e provokimeve tyre. Mos e përdor gjuhën për të prerë njerëzit, për t'u hëngër mishin e tyre, për t'i përgojuar për së vdekuri, sepse ta përgojosh dikë për së gjalli është sikur se t'ia hash mishin për së vdekuri.
Mos u merr me njerëz, merru me vetveten. Paqja është fitore e karakterit. Ai që synon paqe dhe garanton paqe, ai realisht ka fituar ndaj karakterit të tij. E ka dominuar vetveten, e ka tejkaluar unin e tij. Fitoria vije me dije, jo me dhunë. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri në Mekë si njeri edukuar, si njeri i matur, nuk hyri duke shah, nuk hyri duke bërtit. Ai hyri duke i recituar ajetet e Kuranit: "Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Këto ishin ajetet që i citoi ai, pra hyri me dituri hynore. Kur i theu idhujt rreth Mekës, i theu me ajet Kuranit me dituri: "Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa." Nuk shau askë, nuk maltretoi askë, nuk nënçmoi askë. Thjesht e tha atë që e tha Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai është dërguar si mësues i njerëzimit. Dhe një mësues promovon vlera, promovon edukat dhe modesti. Andaj, vëllezër nderuar, nëse has ndonjë mosmarrëveshje në fe me dikën, përgjigju me argument, jo me zemrim. Le të flasin argumentet, jo nervozat tona, jo britmat tona, jo bërtimat tona, por argumentet tona. Mos u bën njeri që sulmon për gabimet e vogla të tjerëve. Te i kaloj gabimet e vogla të njerëzve. Gjithë kemi gabime. Kush më shumë e kush më pak. S'ka njeri që nuk është gabimtar. Por ai që ka prirje me i mbyll syt përballë të metave dhe gabimeve të njerëzve, e nëse detyrohet me zgjidh një problem, nëse detyrohet me ja hek dikujt një gabim, duhet me këshillu ashtu siç i takon një muslimani. Me vetmu në katër sy, me këshillu sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala. I thirrës me dije dhe qetësi, jo me ton të lartë. Secili prej nesh, duke filluar nga ne hoxhallarët, duhet me thirr me dituri dhe me qetësi, jo me tone të larta. Edhe ju, si dëgjues dhe si nxënës të dijes që jeni, në familje, në shoqëri, në punë, kudo që t'jeni, thirrni me dije dhe me qetësi, jo me zemrim, jo me bërtima. Edhe kur s'ken ndikim të dikush, mos e humb edukimin tënd. Edukata jote është primare. Edukata është kryesorja. Dikuj i flet me vite, mbasi edhe të keq trajton. Të thot fjalë më të rënda që ekzistojnë. Ti mos e humb edukatën tënde sepse ti je i thirrur për Allah. Thyrja e idhujve të shpirtit. Një prej mësimeve më të mëdha që na mëson shërimi i Mekës është thyrja e idhujve të shpirtit. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur hyri në Qabe, i theu 360 idhuj rreth Qabës. Fillimisht i theu ata që ishin brenda Qabës, pastaj i theu ata që ishin rreth Qabës, pastaj urdhroi që çdo kush që kishte idhuj, puta nëpër shtëpitë e tyre të theheshin, të shkatroheshin plotësisht. Idhujt e sotëm nuk janë trajt guri. Idhujt e sotëm janë të fshehur brenda nesh. Duke filluar nga pasioni i smur për famë, është për idhujve më të rrezikshëm që ekziston. Pasioni për me qenë i famshëm. Shikoni çka bëhet sot. Vlon TikToku pe budallallëqeve. Gare madhe, kush me bë gjona më të çmendura. Më thonë njëza, kush mu duk ma budalla. Sa ma budallë që të dukësh, në për TikTok, në për rrjetet sociale, as më i famshëm se të bësh. Me çdo kush duhet më bëj famshëm se s'ka. Let ndizet, let shkojë viral ajo që më bëj une. Pa e peshu hiç. As në fe, as në burrni, as në adhetari, as në vlerë, as në edukat. Me çdo kush duhet më bëj famshëm. S'është më rëndësi. A bëj gjeste të kafshëve, apo më të ulta se të kafshëve. A dal zhveshur, a dal çmendur, as pak nuk i bën përshtypje. Me rëndësi me shku viral. Po veç shkon edhe dika tjetër viral. Shkon dika, ajo hec në përqiell, shkon e regjistrohet dika atje. E dikush është të pa, të nije. Nalo mendon një herë, që ajo që po shkoj viral sot, a ka më kushtu nesër në audiencën qellore atje. 4K sot shkoj shtu. Duket se është niveli më i lartë, domethënë i xhirimeve, i kualitetit të xhirimit. Po para mendoje sa ka me të shku në atë dynjë. Jo high definition e jo 4K, një Allah e din se
sa e palimitume është cilësia e paraqitjes së veprave tua. Unë namaz e kënova, jo me te gjidu kullu nefsin me amilet min khairin muhdara, ditën kur gjdo njeri, gjdo që ka vepru për veprave të mira, do ta shet para vetës. O me amilet min su, edhe që ka vepru keq, te ueddu lau enne bejnehu e bejneha emeten bejda. Kur ta shet keqen që Allah ka mja paraqit, që e ka bo vetë, me fjallë të veta, me dur të veta, me kom të veta, me syt e ti, me trupin e vetë, ka me thonë, sa ma largë, si kur t'isha largë me kilometra, e mos t'i shijat këshijat që unë i kam vepru, pe të merët që kam e përjetu. Pra, nuk shkojnë gjonat viral veç në dynjo, shkojnë edhe në ahiret. Pe idhujve, aktual është edhe varësia nga rrjetet sociale. Varësia nga rrjetet sociale është bo marrë rrezikshme se sa varësia nga droga. Kjo dhe shkencërisht është konfirmu. 4 herë varësia ndaj rrjeteve sociale është më e madhe se sa varësia ndaj drogës. Drogirashin e kap kriza momentale, e merr drogën, runa Zot edhe e kalon krizën. Kriza që është në kaplu neve përmes rrjeteve sociale është aq e madhe sa që edhe në gjumë na është fut. Domethënë, me shku në toalet pa telefon është pagi i sfidë, është e çuditshme, domethënë. Duhet me përgëzu që atë njeri që shkon në toalet pa telefon. Duhet me përgëzu, mi thonë, ti qenë ke specie në zhdukje. Zoti i shtoftë si ti. Me dal pa telefon, pishpis, sikur me dal pa një gjymtyr trupit. Po na duket sikur kemi lënë diçka mungu. Po me dal pa telefon, shpesh na duket si me lënë vladin. Si me t'hupe vladi. Kum hupi telefoni, bile nashta vallahi nuk mërzitmi me na hupe vladi, sa mërzitmi me na hup telefoni. Sidomos atyne që kanë aty në telefon dhe dëgjona që s'kanë qef mja marrë vesh. Ku ata tranohen me hup telefon. Tranohen. Se ministria merr masa. Zbulohen shumë gjona, rrezik i madh. Prandaj ti luftojmë këto idhuj të brendshëm që janë duke na shkatru për brenda. Pastaj dashuria e tepruar për para. Po, është e vërtetë që insani e don parën shumë. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allahu tregon se insani e don shumë parën. Ama Allah nuk do na me qenë që të gjendje. Allah thot na me eduku vetën për balë parës. Jo me synu parën, po me synu knajsinë Allah për mes parës. Me alut Allah me të dhënë parën, ama në dur, jo në zemër, se po të hyri në zemër pas të është problemi madhë. Neve vetë pejgamberi Allah na ka mësu me ulut që mos me nasprovu Allah me fukarallëk të skajshëm. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. O Allah më ruaj pe fukarallëku të skajshëm, sepse fukarallëku i madh mund me çu njeriu në humbje, fillon të mendon keq për Allahun, çka më ndodhi mua, pse ati ja ka dhënë, pse mos më ka dhënë, e humb besimin. Jet pa ngron, jet pa pi, mundet me shku në haram. Edhe mundet me deviu. Por kërkimin e pasurisë duhet me e bë konform asaj që Allahu na mëson dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj egoja që kërkon vëmendje. Egoja e cila vazhdimisht kërkon vëmendje. Çka po thojnë njerëzit për mua? Çish po më shohin njerëzit mua? Çka po flasin për mua? Çka tha ai? Çka tha ky? Smundje e madhe. Është pe idhujve të fshehtë që është duke qarkulluar në shpirtat e njerëzve. Mëkati që e ushqejmë çdo ditë. Është idhull i rrezikshëm. Çdo ditë e ushqejmë mëkatin. Vend se me nal mëkatin, na e ushqejmë mëkatin. Vend se me nal syrin pi haramit, rinia këshyre çka këshyr sot në rrjetet sociale. Vend se me nal veshin pi haramit, ai shkon një zgjedh muzikat më të çmendura ku ekzistojnë. Pastaj kenaria që nuk lejon pendimin. E din që është në gjuna. E din që është të shku rrugës keqe. E din që është haram i madh. Edhe nuk pendohet, subhanallah. I jep vetes afat. E afatizon pendimin. Po kush t'jep garancë ty që në ato momente s'ta merr Allahu shpirtin? Pa, kjo realisht është mendimasi ndaj Allahut, nuk është as kenari, sepse ka dallim kenaria mes mendimasisë. Kenaria u përket besimtarëve, kenaria i përket imanit, por mendimasia nuk i përket imanit. Mendimasia shkatron. Po mjaftohem me kaq. I kam disa gjëra tjera, po mundna me bëj edhe pjesën e dytë nëse është arsyeshme javën e ardhshme, nëse jo, vazhdojmë me ngjarjen e radhës që do ta trajtojmë inshallah. Nëse keni ndonjë pyetje, ordoni.